Është më i fortë se sa negativiteti. Duke ndërlidhur tutje edhe me mësimet fetare të ndryshme që njeriu i fortë është njeriu i besimit dhe njeriu i mirë, edhe njeriu i dobët është njeriu i të keqes, i negativitetit, i hakmarrjes etj. etj. Çfarë do të thotë kjo? Si mund ta kuptojmë këtë gjë? Dhe nuk është një gjë e thjeshtë për ta kuptuar. Shumë njerëz vuajnë tërë jetën për ta gjetur këtë. Një ndër ta kam qenë unë. Si mund ta kuptojmë këtë? Çfarë do të thonë kjo? Që nëse unë jam në aspektin pozitiv, atëherë gjërat në jetën time do të shkojnë më mirë, dhe nëse jam në aspekt negativ, atëherë gjërat në jetën time do të shkojnë më keq. Dhe ka shumë pyetje që mund të ngrihen. Por çfarë është esenciale është që njeriu duhet të kuptojë parimisht që për sa kohë kjo varet nga zgjedhjet tona, logjikisht kjo duhet të jetë edhe ky realitet duhet të jetë edhe disi iluzionar, si një formë që ja jep ti formën. Kjo është logjika, se nuk ka si të jetë ndryshe. Kështu që si e kuptojmë këtë gjë? Si e kuptojmë që ne mund të ekzistojmë në një botë e cila është iluzion? Edhe si mund ta ndryshojmë këtë iluzion, si mund ta përmirësojmë këtë iluzion? Sot do ju jap një teknik shumë të bukur. Një teknik shumë të bukur ku njeriu mund ta praktikojë në çdo moment të jetës së tij. Po le të kuptojmë si fillim si mundemi ne ta mbajmë balancën tonë në aspektin pozitiv dhe pse është e rëndësishme. Në çdo moment që na jepet një situatë e vështirë, ne duhet të mundohemi të mbajmë aspektin pozitiv në jetën tonë. Ndjenjat tona të mbajmë në aspektin pozitiv. Sepse si thuhet në mësimet ndryshme edhe religioze, Zoti të provon. Nuk është tamam ashtu, por le ta marrim të mirë qenë. Të provon, a je i fort, a bën gjën e dur, a bën gjën e saktë, a humbet durimin. Çdo herë që ndodh diçka negative që nuk është e pëlqimit tënd, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të revoltohemi apo duhet të mbyllim një sy dhe të jemi më tolerant e ta mbajmë mendjen në aspektin ton pozitiv për jetën tonë? Sigurisht revolta nuk është gjë e dur. Gjëja më e mirë është për të ndryshuar këtë realitet tonin, i cili na jepet mundësia ta ndryshojmë, bëhet vetëm dhe vetëm duke pasur aspekte dhe ndjenja pozitive për të ardhmen, për veten, për momentin, për të ndjerë mirë në moment. Dhe të mos e bësh situatën aktuale mal. Nëse bën situatën aktuale mal, atëherë ty do të vinë situata të tjera të cilat do të jenë edhe më mal. Pse? Sepse universi, apo pafundësia, apo qenia, të suporton në çfarëdo lloj zgjedhje që ti e bën. Ti mund të bësh, ti mund të thuash, mund të vuash tërë jetën tënde duke thënë pse s'më ndodh kjo e mirë, pse s'më ndodh ajo e mirë, pse po vuaj kështu, pse jam sëmurur kështu. Të gjitha ato po i krijon ti. Pse? Sepse ti e ke mendjen shumë të ato. Ti po ndihesh në frekuenca të ulta, në gjendje të ulta të vetdijes. Detyrimisht do krijosh atë realitet që ti po kërkon, sepse ti je duke kërkuar aktualisht me këto mënyra. Dhe çfarë duhet të bëjmë? Duhet të kuptojmë që ankesat, mendimet negative, mendimet hakmarrëse, mendimet urrëtie, mendimet zili, mendimet që vijnë nga xhelozia, mendimet që vijnë nga çmira, mendimet që vijnë nga inati, janë të gjitha gjëra të frekuencës së ulët. Nëse ti e mban mendin në këto nivele të vetdijes, detyrimisht do të tërheqësh te vetja jote gjëra jo të mira. Pse? Ti po e krijon atë realitet. Por, nëse ti mundohesh vazhdimisht ta kesh mendjen në aspektin pozitiv të situatës, ndodhi një gjë e keqe, që nuk është e keqe, është thjesht një gjë për një gjë tjetër që do të ndodhi në rrugëtimin tënd të rritjes. Parimisht nuk ekziston asnjë gjë e keqe. Është një rrugë edhe kaq. Kur ndodh diçka negative në jetën tënde që nuk të pëlqen, thjesht mund të përdorësh të mantrën që unë e përdor zakonisht. E çfarë pastaj? Kjo është mantra. E çfarë pastaj? Ndodhi një gjë. E çfarë pastaj? Çfarë problemi ka? Do rregullohet. Nuk duhet asnjëherë ta lejojmë veten tonë të na mposhti ndjenjat tona të ulët, vetdia jonë të ulët, frekuenca jonë të ulët, lumturia jonë nga rrethanat.
Rrethanat i krijojmë ne. Nëse ti do të ndihesh pozitiv, i lumtur, i hapur ndaj të mirave, ndaj momentit, në vazhdim do kesh më shumë gjëra të mira. Këtu bëhet dallimi të fortit me të dobtin. I fortë është ai që ruan pozitivitetin, pse realiteti i ndryshueshëm, i vazhdueshëm në jetën tonë, i ndryshueshëm vazhdimisht, varet nga ne. Nëse ne jemi në aspekt pozitiv të brendshëm, atëherë çdo gjë jashtë nesh do të reflektoj atë lloj inteligjencë, atë lloj energjie, atë lloj realiteti. Dhe çfarëdo lloj gjëje negative që ndodh, nëse nuk të mposhtë dhe ti vazhdon të qëndrosh te besimi te bindja jote pozitive, atëherë ti do ndryshosh komplet të realiteti iluzionar. Dhe do bëhesh, si thoshte edhe Jezusi apo Isai, i Zoti vetes tënde, drejtuesi i jetës tënde, drejtuesi i realitetit tënd, do jesh lider i jetës tënde. Nuk do jetë më lider jeta dhe situatat dhe rrethanat. Do jetë lider ti, vendimet e tua, bindjet e tua, që ti do dalësh, që ti je optimist, që ti ndihesh mirë dhe ndihesh i lumtur. Nëse ankohesh, nëse je vazhdimisht negativ, nëse je vazhdimisht në mendime negative dhe këto situata, gjithmonë do atraktosh në jetën tënde, atraktosh në thonjza se nuk atrakton asgjë. Por ndoshta në një takim të ardhshëm do mund t'ju shpjegoj se çfarë ndodh realisht, sepse nuk besoj që njerëzit janë gati t'i mësojnë këto gjëra. Sado unë t'jemi bindur për këto, njerëzit do gjykonin jashtë masë shumë. Pse? Nuk mundesh t'i fuzësh dikujt në kokë një gjë kaq të madhe të re, ti hedhësh poshtë të gjitha bindjet e tij, të gjithë jetës vet. Është shumë e vështirë. E kështu që nuk duam të krijojmë komplikime, por duam të japim mesazhin që ti je drejtuesi i jetës tënde dhe duke mbajtur frekuencat e tua në aspekt pozitiv të ekzistencës, në aspekt pozitiv të qenies tënde, atëherë ti do krijosh rrethana, realitetin më të mirë që ti kërkon, që është në konform me ndjenjat e tua, në konform me mënyrën se si ndihesh për veten, për jetën, në konform me frekuencat e tua. Prandaj jetën e ke ashtu si e ke, sepse ti po ndihesh në ato frekuenca që ti ndihesh. Nëse nuk e ke të mirë, e ke ti fajin. Nëse e ke të mirë, prap ti je shkaktari. Kujtoni veten. Kuptoje dhe kuptoje. A jetë kur ndihesh mirë dhe gjithçka është okay, sigurisht ka ndikime të jashtme, edhe pse jemi mirë, por kjo ndodh sepse diçka ka ndryshuar në qëllimet e tua. Prapë është një mësim tjetër që do mund ta flasim në vazhdim më vonë. Por është shumë e rëndësishme në jetën tënde për të krijuar realitetin që ti do, për të shkuar në atë realitet që ti do, të përjetosh ato që ti do, duhet të ndihesh sa më pozitiv në jetën tënde. Ndodhi një gjë e keqe, nuk ka problem. E çfarë pastaj? Do ta rregullojmë. Por mos e ndryshoj gjendjen tënde emocionale. Ktu dallon i forti nga i dobti. I dobti nervozohet, shan, urren, hakmeret. I forti thot, okay, nuk do i ul frekuencat e mia për këtë person apo për këtë situatë, por do e ruaj veten time nga këto situata, sepse këto janë provat që mua po më shfaqen për të kaluar në një dimension më të lartë. Po ja them një fjalë kështu në ajër, ata që kuptojnë, kuptojnë. Ky realitet është iluzion dhe nuk është i vërtet. Sado i besuar të duket, patjetër. I prekshëm, i bukur, po. Por është në dorën tonë, sepse ne jemi qenie kuantike. Ne jemi qenie me potencial kuantik. Ne jemi vëzhguesi. Dhe atë çfarë ne vëzhgojmë e krijojmë në jetën tonë. Ne jemi krijuesi. Atë çfarë ne e jetojmë, e kemi krijuar vetë. Duhet të gjejmë si e kemi bërë, pse e kemi bërë. Dhe le ta nisim nga një gjë kaq e thjeshtë. Mos e ndryshoj gjendjen tënde emocionale pozitive për situatat negative që të ndodhin në jetën tënde. Mos e lejo, sepse ajo të ndryshon ty realitetin ku je. Kaq e bukur. Është kaq e bukur. Ti je krijues. Ti je rruga jote. Ti je rruga. Unë jam rruga, ti je rruga. Si thoshte Jezusi, unë jam udha.
Nuk thoshte unë jam udha sepse ti do të ndjekësh mua. Jo, ai e thoshte në kuadrin e vetes vet, unë jam udha. Mënyra ime është mënyra ime, udha ime. Ti je udha gjithashtu për veten tënde. Ti je udha. Ti je udha, unë jam udha. Që të kuptosh që edhe ti je udha. Në varësisht zgjedhjeve dhe gjendjeve të tua të brendshme emocionale, frekuencave që emeton në të jashtme. Që është prapë e brendshme. Se gjithçka ndodh brenda njëshit. Nëse gjithçka ndodh brenda njëshit, s'ka jashtë, është vetëm brenda. Por në realitetin iluzionar, jashtë. Në realitetin iluzionar, jashtë. Por në realitetin e vetëm është brenda. Si e kuptojmë dhe pse themi që jeta është iluzion, si e shikojmë. Një mësues shumë i madh thot, shumë i madh. Çdo gjë që prishet nuk është reale. Ajo gjë që mbetet dhe nuk ndryshon asnjëherë, vetëm ajo është realiteti. Edhe ne jemi brenda asaj. Brenda qenjes, ai është realiteti. Kush? Pafundësia e mundësive, që të krijon ti mundësinë të ndryshosh realitetet e tua ashtu si do ti në bazë frekuencave që ti emeton nga vetja jote. E vetmi realitet është qenja. Çdo gjë tjetër që shikojmë është ndryshueshme. Varet nga ne. Ju uroj një ditë shumë të mbarë. Vit të mbarë dhe kaloni mirë.